Big Brother Kosova dhe përplasjet që zbulojnë fytyrën e vërtet të lojës. Big Brother Kosova vazhdon të jetë një nga spektaklet më të ndjekura dhe më të komentuar, jo vetëm për lojën dhe strategjitë, por sidomos për debatet e forta që shpërthejnë mes banorëve. Një nga momentet më të tensionuara së fundmi ishte përplasja e ashpër mes Tonit dhe Benitës, e cila ndezi jo vetëm shtëpinë, por edhe publikun jashtë saj. Debati nisi me tone provokuese, ku Toni ju drejtua Benitës me fjalët: "Hajde se do të nxjerr jashtë", një deklaratë që u interpretua nga shumë kush si kërcënuese dhe arrogante. Benita reagoi menjëherë duke i thënë: "Pse po flet Jerm?", duke akuzuar për mungesë respekti dhe mënyrë të papërshtatshme komunikimi. Në këtë moment, tensioni arriti kulmin dhe situata doli jashtë kontrollit. Toni, nga ana e tij, u mbrojt duke thënë: "Unë po të respektoj në maksimum, por ja si sillesh, si një njeri rrugësh." Këto fjalë e përkeqësuan edhe më shumë situatën, duke e kthyer debatin në një përplasje personale, ku respekti dhe etika u vunë seriozisht në pikpyetje. Publiku pa një anë tjetër të banorëve, larg qetësisë dhe vetë kontrollit që shpesh përpiqen të shfaqin gjatë ditëve të zakonshme. Ky debat tregoi qartë se Big Brother Kosova nuk është thjesht një lojë strategjie, por një presion i vazhdueshëm psikologjik që nxjerr në pa karakterin e vërtetë të secilit. Kur nervat janë në limit, maskat bien dhe fjalët bëhen armë. Pikërisht këto momente janë ato që e mbajnë publikun të lidhur pas ekranit, por njëkohësisht ngrenë pyetje të mëdha mbi gjuhën e përdorur dhe shembullin që jepet. Reagimet në rrjetet sociale ishin të menjëhershme. Një pjesë e publikut e kritikoi Tonin për gjuhën kërcënuese dhe ofenduese, duke e konsideruar sjelljen e tij të papranueshme. Të tjerë e mbrojtën, duke thënë se Benita provokon vazhdimisht dhe se reagimi i tij ishte rezultat i një tensioni të grumbulluar prej ditësh. Kjo ndarje e opinionit tregon edhe një herë fuqinë që Big Brother ka për